Si gjete lulet në tavolinë. Përndoj shumë një djalë për 5 vite të tëra. Zdi madh, më duhet pak ajër. Ishte e thyrë në mes dhe ishte një shkrim pa çfat herën tjetër. Besoj se nga kjo video do dalë një histori e frikshme prej meje. Po të paktën jeni këtu për ta dëshmuar. Hey, what's up guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Në këtë video unë do lexoj historitë tuaja më të frikshme, më të tmeshme, më traumatizuese. Nuk më keni kërkuar kurrë një video kaq shumë sa më keni kërkuar këtë video, sepse në fakt është parti 2 i një video që kam bërë para një viti, e di nuk jam shumë konsistente. Ku lexoj historitë tuaja më të frikshme dhe nëse nuk e keni para të video, mund ta shihni te linku këtu sipër. Unë kam postuar këtë në story ku ju kërkoj ju të më dërgoni historitë tuaja më të tmeshme, më të frikshme dhe ju e keni bërë. Ju që jeni 9-18 vjeç, ju lutem të largoheni nga kjo video, mos ta shihni sepse ka përmbajtje eksplicite, histori të frikshme, të tmerrshme që do ju lej pa gjumë gjithë natën. Kur më kanë lënë mua këto histori pa gjumë që janë plus 18, nuk dua ta imagjinoj se çfarë mund t'ju bëj ju që jeni poshtë 18 vjeç, kështu që mirupafshim fëmijë. Kurse ju që jeni akoma këtu, mbani një dritë ndezur, mos e shihni këtë video natën dhe përgatituni të tmerroheni. Pa zgjatur më tepër, le të vazhdojmë me historitë e frikshme. Ky është kanali Hirdës, nuk kam një intro tamam, kështu që po përdor këtë derisa të kem një intro tamam. Unë nisa për të shkuar tek vari i Hallës dhe kur arrita po filloja të pastroja varin dhe i spostova dhe ato që ishin aty. Kur mbarova, u ktheva me vën lulet prap në vend, por në tokë gjeta vetëm vazon e luleve dhe lulet ishin zhdukur. Pastaj kur u ktheva për tek shtëpia, vajta tek shtëpia e gjyshit, kur arrita kthej kokën dhe gjej lulet e varit lart në tavolinë. Atë ditë nuk do e harroj kurrë. E nisëm fuqishëm, më duket. Si gjete lulet në tavolinë, lulet që kisha marrë me vete. Okej, nuk ishte as lulet që i kishte bler, që mund të thuash, okej, ka harruar lulet. Ky person thotë që sipër varit të Hallës kishte lule, pra lulet që i lë njerëzve të cilët kanë ikur nga kjo jetë, një vazo me lule, dhe me sa duket lulet nuk ishin aty pasi i ka pastruar varin dhe i ka gjetur në shtëpi. Në atë pikë do duhet më lini dhe mua lule sepse do kisha vdekur nga frika. Isha me të fejuarin në... Kam frikë. Çfarë ishte ajo? Isha me të fejuarin në një lagje të shkretë që kishte vetëm errësirë dhe po ju që ndetet në video që jeni plus 18 e kuptoni, okay? Ndërkohë ngrej kokën dhe nga xhami i makinës, domethënë çifti ishte në makinë, dhe nga xhami i makinës shoh një kokë të zezë njeriu që po na shikonte. Okej, kjo është pak racistë sepse është e frikshme fakti që ai njeriu ishte i zi, pra kokë të zezë njeriu, like what? Ndërkohë makinës nuk i mbylleshin dyert, pra të kyçeshin dhe jam tmerruar. Vajzë dashur, më e tmerruar duhet të ishe nëse do kalonte ndonjë fëmijë aty duke u parë në makinë ose ndonjë gjysh, në një gjyshe. Po ndoshta ky njeriu me kokë të zezë ishte thjesht kurioz, po thoshte çfarë dreshin po bën ky çift në makinë, a nuk kanë shtëpi, a nuk mund të marrin një dhomë hoteli, çfarë po bën në makinë. Dhe unë personalisht mendoj se më shumë është tmerruar ky personi me kokë të zezë se sa ju çift i ndyr. Bombastic side eye. Atë natë u zgjova nga një trokitje e lehtë. Mendova se ishte era, por pastaj u përsërit sërish. Vura veshin te dera. Trokitja ndaloi. Kur u ktheva në shtrat, dëgjova përsëri trokitje, këtë herë dëgjova nga brenda dollapit. Në këtë moment isha shumë e friksuar, por si një person kurioztari që jam, unë ngrita, hapa dollapin, vajzë dashura, nuk e parë filma horror? Domethënë, personat e parë që vdesin në filmat horror janë ato që janë më kurioz, më kurioztar se ç'duhet, duan të jenë main character, hapin dollapin. Nga pse vjen kjo zhurma, shkoj se mos e ndaloj dot unë, vajzë dashur. Nëse më që na ka ardhur kjo histori do të thotë që është gjallë, fatmirësisht. Okej, vazhdojmë. Hapa dollapin ngadalë dhe po më dridheshin duart. Kjo vajzë po luante hapa dollapa me një demon, çfarë po bënte? Kur hapi dollapin, shohte pasqyra shenja gishti dhe ca zgaravina me të kuqe. E tronditur s'po më besonin syt që kjo po ndodhte. Pas ca minutash që po shija pasqyrën, dëgjova ca përshpërima që më thrasin nga dera e dhomës. Kur u ktheva nga krevati, dera e dhomës ishte hapur vet. U tmerrova, e mbajta, unë duke parë derën e dhomës këtu mos është hapur. U tmerrova, e mbaja mend shumë mirë që derën e kisha mbyllur. Dhe nga frika do mbyllja prap derën, por para se të mbyllja derën, pash në fund të korridorit një dorë të gjatë, të zbetë që po tërhiqej ngadalë pas qoshes. Ditën tjetër mami më gjeti të shtrirë në tokë. Okej, një sekond, pse kaluam nga një dorë e gjatë e zbetë që po tërhiqej ngadalë pas qoshes dhe pastaj kot, dhe ditën tjetër mami më gjeti të shtrirë në tokë. Huh? Like,
A e pe atë dorën, qa bëre? E injorove, u tmerrove, a nuk e pe? A ishe ka që kudzimshme, pse nuk shkove te dora dhe ta prekje, dhe ti jepi dorën, të thje qa bëre? Mirë, uluni, misafirët, raki, kafe, qa doni. Por thjesht ditën tjetër mami të gjeti të shtrirë në tokë, nuk më bëjnë shumë sens me njëra tjetrën. Dhe pse ishe në tokë, sepse nuk të ka ullur ajo dora në tokë. Kjo fjallia e funit thjesht i uli shumë pikë historisë tënde. Ishte rreth orës 6 të mbrëmjes. Kisha një infeksion në sy dhe syt më diqnin shumë. Okej, e di pse e besoj këtë histori pa e lexuar fare se ku do shkoj, sepse është një detaj shumë specifik që nuk mund ta shpikësh nga hiçi. Koka më dhimbte keq dhe trupi më duke i rënd. Thash me vete do fle, ndoshta më kalon. Doma ishte e qetë, vetëm dritarja dukej sikur do hap. A dëgjuat dhe ju këtë? Besoj se nga kjo video do dalë një histori e frikshme prej meje, po të paktën jeni këtu për ta dëshmuar. Doma ishte e qetë, vetëm dritarja dukej sikur po hapej e po mbyllej vet. Mendova se më dukej dhe u përpoqja të mbyllja syt. Sapo filloi të më zinte gjumi, ndjeva diçka të zezë mbi fytyrë. Ore prap me gjëra të zeza ju, kjo është shumë raciste, nuk e kuptoj. Bëj shaka. Ndjeva diçka të zezë mbi fytyrë. Nuk mund të hapja syt dhe dikush ma mbuloi gojën me një pallom. Okej, pallom diun që i thon një facolete, okej, jemi okej këtu, jemi shumë okej. Dhe dikush ma mbuloi gojën me një pallom. Aromë fort kimikatesh më mbushi hundët, gjithçka u errësua. Okej, ku ti thua gjithçka u errësua, sapo humbe pikë sepse a nuk ishte natë, a nuk ishte shtrirë, a nuk do flije, supozoj të jetë errësirë, si u errësua vetëm sepse të vuri kimikatin hund. Kur u zgjova nuk e dija ku isha. Dhoma ishte në rrëmuj, sirtarët përmbys, gjërat e shpërndara, por ajo që më bëri të ngri ishte pasqyra. Ishte thyrë në mes dhe ishte një shkrim pa çfat herën tjetër. Zemra më rritë fort. Nuk kuptoja kush e kishte bërë, nuk kuptoja asgjë nga çfarë kishte ndodhur. Vetëm qëndrimi pranë asaj pasqyre më bëri të ndjeja frymën e ftohtë të dhomës, sikur gjithçka të më shikonte nga copa xhami. Qatë natë s'mund ta shoh pasqyren pa një dridhje të fortë, disi më duket që ende e shoh atë shkrim kur më duket sikur ende e shoh atë shkrim kur afrohenet ajo. Më duket që ende e shoh atë shkrim kur afrohem te ajo. Më duket që ende e shoh atë shkrim kur afrohen te ajo. Gati ja nisim. Okej, kam një ndjesi që kjo histori është e vërtet deri diku, sepse unë e di shumë mirë që jo çdo histori që më dërgoni janë të vërteta dhe e bëni ndoshta për argëtimin tim, faleminderit, ju dua. Por është thjesht histori shumë e çuditshme dhe thjesht dua ta besoj sepse është shumë e frikshme. Pra ky thot ndjeva diçka të zezë në fytyrë, më mbuloi gojën me një facolet që kishte aromë kimikatesh. Shikon, ndoshta ishte mjeku i familjes që erdhi në momentin që e pa që ti po flije gjumë, që të jepte atë ilaçet me kimikate në gojën tënde, ndërkohë që po flije që mos i bëje naze dhe që të shëronte syrin tënd të infektuar. Tani mund t'i vesh faj mjekut që donte ta bënte pak më interesante dhe të thyente pasqyrën dhe të linte shkrim pa çfat herën tjetër zemër, pa çfat, pra fat që mos kapi prap infeksioni i syrit. Unë besoj se ishte mjeku. Lini koment poshtë nëse jeni dakord me mua. Një natë unë dhe kushërinjtë e mi vendosëm të eksperonim një shtëpi të braktisur pranë fshatit. Shiko, që në momentin që ju keni vendosur të eksperoni një shtëpi të braktisur pranë fshatit, ja keni futur vetes normalisht që do përfundonit në këtë video. Thoshin se aty ndodhin gjëra të çuditshme, por ne se besonim. Pse shumica për jush përjetoni filmat horror në jetë të vërtetë? Pra, ndodh diçka e tmerrshme, po ju se besoni dhe e provoni një herë vet. Sa po hym, ajri brenda ishte i rënd, me erë myku dhe lagështie. Okej, normalisht sepse ishte pallati braktisur. Dritaret e thyra lëshonin fishkëllima të ftohta dhe çdo hap që bënim jahonte në përdhëm. Pa pritur dëgjova hapa pas meje. U ktheva por ishte kushërira im, peshaka. U ktheva por asgjë, vetëm errësirë. Kur mbërritëm në dhomën e fundit, dera u përplas pas nesh me një zhurmë të fortë dhe u mbyll. Pasi ja hapëm me zor, një hije e bardhë kaloi para syve tan dhe u zhduk në mur. Nuk më pëlqen ku po shkon kjo histori. Ne dolëm me vrap jashtë, por sa po ishim në obor, pam në mur një shkrim të freskët me ngjyrë të kuqe. Ju nuk duhet të vinit këtu, që nga ajo natë askush nga ne nuk është kthyer më. Okej, shiko, në fillim po tallesha, po tani më bë pak mishi kokra. Shiko, nuk i vej do të faj hijes së bardhë që erdhi dhe thjesht ju mbylli derën dhe thjesht ju lajmëroi me një shkrim të kuq me gjak mbi mur që s'duhet të vini më sepse është shtëpia e vet. Okej, ju teknikisht hyt në shtëpinë e një të panjohuri dhe nuk besoj se ju vet do dëshironi që dikush të hyjë te shtëpia juaj, kështu që lini shpirtrat të jetojnë, mund të them, jo. Lini shpirtrat të qetësojnë, jo. Lini shpirtrat
Rest in peace. Lërini shpirtrat të thjesht të rrinë në paqe, okay? Të qetësohen në paqe. Një eksperiencë e frikshme është kur ishi im më ka tradhtuar me kushërirën e vet 4 vite më të vogël. Okej, përfshiva këtë histori në këtë video sepse është një histori e frikshme dhe tmerrshme dhe traumatizuese. Por unë kam bërë një video ku ju më tregoni historitë tuaja më të errta, më traumatike dhe në atë video ka pa fund histori me kushërinë. Kështu që nëse nuk e keni parë atë videon, klikoni linku këtu sipër dhe mund ta shihni dhe keni pa fund histori me kushërinë. Okej? Po. Ne kemi një dyqan rrobash dhe prindrit e mi bashkë me vllaun e vogël shkuan që të merrnin mall jashtë shtetit. Unë ndeta sepse kisha shkollë nesër. Rash për të fjetur dhe pas ca orësh u zgjova nga një zhurmë në katin poshtë, ishte zhurma e derës së hyrjes. Ju lutem, pika, presje, a jeni në shkollë? Shkova të shoh çfarë kishte dhe nga dritarja aty shoh një grua të vjetër që jetonte në lagjen time, duke u munduar të hy. Nuk dija ç'të bëja, ajo pa që nuk mund të hynte, nxori ca ujë dhe fillon të stërpikte pragun e shtëpisë. Mos ka bërë magji, unë e di që jashtë derës së shtëpisë magjia bëhet me krip apo me sheqer. Nuk e di, ma thoni se jam pa kurioze, okay? Jo se do bëj magji unë, po thjesht ta di, e ke parasysh për mos ngelem ignorante. Pastaj u largua. Domethënë tipja thjesht erdhi, u mundua të hynte në shtëpi, nuk hyri dot, nuk e di pse do donte të hynte dhe thjesht ishte përgatitur që ta spërkiste me ujë. Shikon, ndoshta spërkiste. Potato. Ndoshta s'kishte rënë shi ato ditë dhe u tregua aq komshie e dashur saqë nejse. Ditën tjetër shkova tek shtëpia e saj që t'i lypja llogari, por aty nuk ishte askush. Që nga ajo ditë ajo nuk është parë, disa mendojnë që ajo humbi nga që kishte probleme mendore. Domethënë ti ke qenë personi i fundit që e ka parë këtë grua. Shikoj, di çfarë mendoj, ajo të spërkati ujë te dera e shtëpisë që të bënte magji ty, por magjia ju kthye mbrapsht, mallkoi veten pa dashje dhe u largua përgjithmonë. Shpresoj mos të kthehet sërish, shpresoj mos na vi askujt një plak e vjetër duke na hedhur ujë në derë, kështu që ky ishte një fund i lumtur, mund të them. Okej, kjo historia e radhës është historia më e tmerrshme dhe më e frikshme që kam lexuar deri tani. Kur pash që njerëzit nuk e kishin provuar akoma Hila Summer Glow, jam tmerruar. Zoti i madh, më duhet pak ajër. Seriozisht e keti? Që mos të më tmerroni më në këtë mënyrë, shkoni në çdo location të D'Angelo's, keni Hila Summer Glow, më thoni si ju duket, a ju pëlqen, normalisht do ju pëlqej sepse është super mega ekstra e mirë. Unë e piva një sot, kështu që nuk e kam me vete t'ju tregoj, nuk prisja dot sa të filloja video, normalisht. Por më besoni që është smoothie super i mirë, super freskues dhe madje të kujton verën, tani që po ftofet koha. Okej, kur ju them që kjo është realisht historia më e frikshme që kam lexuar në të gjitha historitë që më keni dërguar, nuk po ju gënjej, Ja. Okej, po më dridhen duart nga frika, okej? As nuk e shoh dot të foton që më ka dërguar. Gjyshja ka vdekur para 2 vitesh e gjys. Një ditë unë bra këtë foto me syzet e mia të reja, isha vetëm në shtëpi dhe në darkë shikoj që diçka duket te syzet. Gjyshja atëherë kishte mbyllur 40 ditë që kishte vdekur. Kjo që ka dalë te syzet që më shikon ngjan shumë me gjyshen time. Okej, nuk e dia e shihni, duhet ta fokusosh pak syrin që ta shikosh realisht atë hijen, domethënë duket sikur është një gjyshe dhe është kështu. Domethënë është trupi vet i holl dhe është like koka e vet kështu. Nuk dua ta shoh pra këtë foto, nuk dua t'ju shpjegoj. Okej, lutem ti mundoni ta shihni. Realisht duket foto e vërtet, nuk ka shans të jetë inteligjencë artificiale. Duket që është një foto që është bërë në Snap para ca vitesh nga një Samsung, duket kualiteti. Foto më traumatizoi. Nuk e di si kjo vajzë jeton akoma në atë shtëpi dhe nuk e di. Përndoj shumë një djalë për 5 vite të tëra. Vajzë çfarë? Okej, më duket se janë ndruar rolet sepse në videon e kaluar që un kam bërë kur lexoj historitë tuaja më të frikshme kishte pafund histori ku vajzat shkruanin se i përndiqnin për në shtëpi, kanë përndjekës, pra kishte shumë histori të frikshme, të cilat ishin vetëm të frikshme sepse një mashkull i ndiqte ose i ngacmonte whatever. Por vajzë e dashur, vetëm se je femër nuk do të thotë që është e drejtë të përndjekësh një çun për 5 vite të tëra. Dua të shoh ku do shkoj kjo histori. Përndojshëm një djalë për 5 vite të tëra. Kur po e ndiqnim një herë, ai para syve ton pësoi aksident, u shtyp nga një makinë, po këtë djalin e kishte fiksim shoqja ime, edhe mënyra si e ka shkruar, bëri aksident, u shtyp nga një makinë, po këtë djalin e kishte shumë fiksim shoqja ime. Domethënë tipi bëri aksident para syve tuaj dhe ju thjesht
Këtë djalin e kishte fiksim shoqja ime dhe që atë ditë, sa herë që është vetëm në shtëpi shoqja ime, dëgjon zhurma të çuditshme dhe që i del një hije si silueta e tij që i thot hajde më gjej tani këtu jam, jemi të tmerruara. Okej, shiko, nëse ai realisht ju del si hije, është thjesht karma juaj që e keni përndjekur për 5 vite të tëra, po një sekond son s'po e kuptoj. A ndroi jetë ky pasi e shtypi makina? Sepse nëse nuk ka vdekur, pse do ju dilte si hije në shtëpi? Se nuk besoj se fiksimin tënd e shes si hije në shtëpi që thot hajde më gjej tani. Nuk e di, kjo histori ishte më tepër e çuditshme se sa e frikshme. Domethënë, djali që ju përndiqnit dhe djali që shoqja juaj kishte fiksim, u shtyp nga një makinë para syve tuaj dhe pastaj del si hije shoqes tënde dhe i thot hajde më gjej tani. Nëse realisht ai ka ndruar jetë dhe shoqes tënde i del si një hije dhe i thot hajde më gjej tani dhe shoqja jote është e tmerruar, më vjen keq ta them, por është karma juaj sepse nuk duhet të përndiqni njerëz. Okej, vajzat e dje mos përndiqni. Jemi dakord? Yes? Faleminderit. S'ka të bëj punë me mu kjo, jo. Po është një histori që i ka ndodhur mamit. Plakës. S'ka të bëj punë me mua, po është një histori që i ka ndodhur mamit. Ka pas bërë mami me kushërirat një sleepover nga ato që kishin frikë të flenë vetë se i kishin prindrit në mërgim. Dhe kushërira madhe ka qenë shtatzane 5 muajsh, këto kanë bërë qef, janë çmallur, po te kjo shtëpia ku kanë bërë sleepover këta, ka ndodhur shumë gjëra të frikshme më parë, ju lutem pika dhe presje, dhe akoma ndodhin nga që nuk rri njerëja aty dhe janë të gjithë në mërgim dhe vinë vetëm një herë në vit. Nejse, kur kanë flet këta, mamit i ka dalë gjumi në mes të natës dhe ka pa një fëmijë mbi barkun e kushërirës shtatzane tu qesh. Çfarë? Mami ka mbyll syt sikur do zhdukej ai fëmia, po ai ka qenë akoma tunet aty sikur një demon. Mami është fut ndër organ dhe nuk ka ditë ç'të bëj nga frika. Okej, kjo është me vërtet e frikshme. Më e keqja është se kur lindi kushërira mamit, çuni i ngjau si ai fëmia që kishte parë para 5 viteve. Okej, kjo është me vërtet e tmerrshme dhe nuk e di pse, por e besoj. Pra, imagjino të çohesh në mes të natës në një sleepover me kushërirat e tua dhe thjesht a ka gjë këtu? Dhe thjesht të hapësh syt dhe të shohësh një demon, një fëmijë, një hije sipër barkut shtatzan të kushërirës tënde. Dhe pas 5 vitesh ti e ke harruar këtë histori, ke vazhduar me jetën tënde, por pas 5 vitesh fëmia e kushërirës tënd duket fiks si ai demon që ti ke parë në një sleepover ku je tmerruar. Nuk e di, kjo ishte realisht e frikshme. Po kërë pak e sleepover, ja ishte goca apo çun? A bëri gender reveal, apo thoshte gu gaga, apo luante me top, çfarë po bënte ai fëmijë? Dhe kjo ishte video për sot, shpresoj të jeni tmerruar ose friksuar sadopak sepse e di që unë për vete nuk u tmerrova aq shumë. Prisja më tepër sepse më keni lutur, por kur them lutur, e kam me gjithë mend lutur. Çdo ditë komente, mesazhe që unë të publikoj një partë 2 të historive tuaja më të frikshme, dhe jam pak e zgënjur që te video e parë historitë ishin shumë më të frikshme se te kjo video. Ose unë po e them gjithë këtë për t'ju ngushëlluar që mos keni frikë. Por duhet të keni. Faleminderit shumë që ndoj këtë video, nëse nuk jeni friksuar, shpresoj që të paktën mund të jeni argëtuar, mund të keni qeshur, bëni like, comment, share, subscribe, mos harroni të bëni subscribe dhe më lini koment poshtë për çfarë do lloji video që dëshironi të shihni në vazhdim. Dhe le të shihemi në videon e radhës. Bye.